unë qysh po e kuptoj është një rindërtim i një burgu i cili as nuk bjen paq, as nuk bjen liri. Të gjitha organizmat të cilat janë të involvum në këtë proces të cilën Trump e ka fillu, realisht kanë panjohuri ekstreme se cili është synimi i këtij bordit paqës. Une, ai gazën prej një elementi politik edhe i siguris e ka këthy do në ta kthej në një shoqëri aksionare. Jep ofertat të ndryshme, kush jep ma shumë do të ketë zë ma të fort edhe ma të ndëgjushëm. Këto janë, me thonë të drejtën, pak jo kredibile dhe nuk ofrojnë një element i cili në horizont e sheh se ky proces do të përfundoj me një paqe stabile për shkak se konflikti ka ndodhur për shkak të mungesës së lirisë së popullit palestinez. Do flasim edhe për këtë pas pak, sepse kam dhe një njoftim para 5 minutash, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka bërë një reagim në rrjetet e saj sociale, duke shprehur që jam thellësisht e nderuar për ftesën personale të presidentit Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në bordin e paqes si antare themeluese krah për krah me SHBA-t dhe misionin për një botë më të sigurt. Lidership i guximit nuk flet thjesht për paqe, ai e ndërton atë. Pikërisht këtë po e bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj iniciative historike. Pra, shteti i Kosovës e beson fuqishëm këtë iniciativë dhe këtë këshill. Prezenca edhe Shqipërisë edhe Kosovës qysh mundet mu kuptu në atë bord. Qysh mund të kuptu? Janë disa akter ose statista në një shfaqje të cilët me siguri kanë mu përdorur në momentet të saktume që të jenë si zhurmues, për shkak se logjikisht nëse e marrëm, nuk ka pas mundësi të zgjidhet problemi i Gazës, me gjithë atë strukturë ndërkombëtare, me gjithë atë potencial edhe politik, edhe ushtarak, edhe financiar, edhe tash ne glorifikojmë prezencën tonë, me të vërtet kjo është përfitime ma shumë, me thonën, që unë si një figurë... Ftesa nuk është bërë për të lartësuar figurën e qoftë Vjosa Osmanit, apo edhe të Edi Ramës. Ftesa është bërë për t'i rënditur këto shtete afër vetës, sepse nuk e mendon Trump se si do ndikoj kjo në reputacionin të përfaqësuesve që i fton. Jo, besoj që për të shtetit në përgjithësi. Është për te besoj. E merr parasysh edhe atë element, për shkak se çdo pjesëmarrje ose çdo ftesë e ka impaktin edhe në politikat e mbrëmshme të aty në personaliteteve, që fatkeqësisht edhe Edi Rama edhe Vjosa po mundohen që ta prezantojnë si një arritun kulmore që realisht nuk prezanton atë element. A është e arritur kulmore ftesa që po marrin liderët e shtetit shqiptar dhe të Kosovës, Nifael? Unë këtë lajmë tash e dëgjova, ishte një lajmë i mirë, lajmë i disës, bile do shtoja dhe lajmë i vitit, për shkak se Kosova është shtet që 15 vite, dhe merë me menta shtohet një presidente nga shteti jonë nga Republika e Kosovës. është një sukses për Vjosa Osmani, për njëkohësisht edhe për vetë Kosovën se si shtet. Dhe, për shembull, nuk dihet vendet tjera për rreth Kosovës, do me thonë vendet limitrofe të Kosova ka marrë shtella të tilla Serbia apo Maqedonia, por sidoqoftë kjo është një lajm i mirë. Përsa i përket Ramës, që pas ka dhënë 1 miliard, ai ndoshta do të jepë edhe 1 miliard. Ka dhënë. Raporteve që i ka Edi Rama me presidentin Trump dhe është diskutabile se a do të vinë ajo. Po nëse ky 1 miliard që kërkohet Shqipërisë, sigurisht do t'i kërkohet dhe Kosovës dhe shteteve të tjera. Jo, besoj është keq. Sigurisht, se jo. Kur këtë bota dhe Amerika e ndihmon Kosovën e investon, besoj se edhe Kosova do të jetë e ka borx t'ia kthej. Fundit, bile këto është droja e Bashkimit Evropian, është droja se ky bordi i paqes duket se është paralel me OKB, sepse sa do gëdojnë jom gazetar që 25 vite këtë Hukumet Bashkuar i përcjell të ngjarje dhe siç e lindi para një vite i tërhoqi këto 55 organizata të humanitari ka tërheq SHBA-ja, Trumpi, dhe tash pjesë e dëmundëse janë të OKB-s, dhe këtu është një balancer dhe kanë frikën se mos është paralele
e OKB-s kjo bordi i paqes. Mirë, Puma, mund dyshohet që mund tjetë paralele OKB-s ky bordi i paqes? Po, mund dyshohet, ka mendimet ti